Ama natën kërhat e flaj, apo e sabon fale masilin dilli, e halë po këfil mirë, një 4-5 peshtë e rafal do gjallarve, po shukatës po gëzën me folë, apëton. Këta së të bujnë për shlipja. Prandaj, rrinë realitet, rrinë të vërtetën, rrinë mësimet e Allahut dhe të pejgamberit të sëmë, rrinë në udhëzimet e djetarve, nga se djetarët janë realiteti, të tjiret janë mashtrimi. Djetarët janë e vërteta, të tjiret janë e kota. Që aty të kom të tyne, që që ka thonë Ebu Bekër Omerit, ka për kom tje më zbëzhurëm, e dina i pse e ka nëshku marveshën, në Hudejbje, kur ka nëshku marveshën që ka dosh me i pëlcit koka Omerit, që ka për nëshku në kështu, qysh a nëshku kjo marveshja? Gjdo pike e saj me e disfavarshme se tjetër për muslimanët, e ka nëshku pejgamberi. Omeri, herë të pejgamberi, e herë të Ebu Bekri, i ka vlu gjaku, ja Rasul Allah. Që ka e në dhezër, kjo është mësim i madhë. A diri që Omeri është njeri që kanë zbrit së paku 10 ajete në përkrajt mendimi ti. Qa që konë vizionar, qa që konë largë pamës. Po ka situata kur mbyllët, nuk shë Allah, nuk shë. Andaj, duhet gjithë me konë në menagjim të duhet të emocioneve. Omeri nuk ka shiku me pasoja. Jo, a i ka shiku me tekst. Apo thot teksti një musliman i Mekës që vjen në Medine e kena obligim me këthy në Mekë, apo thot, po qësh me këthy këtë njeri? Po ti mëse këqyri, a me këthy, mëse me këthy. Kjo që ka përfitojnë e se e këthejmë, po humbim një njeri, po qa përfitojnë? E jo gjithmonë njerët kanë aftësi të bëjmë matë e tila, nga se sikur sa të fillim, ka pluen nga emocion, nga euforit, shojnë kur gjë për te i, pamis, apo si përfacore formal të jashtme. Prandaj, djetarët e pjekur, e njështë e menë që me përvoj, ata në realiteti, ata e në vërteta, rruj që zhvendosësh, poshtë e përpjet në eksperimentit të përplasësh, e pas taj të vish dikur ma zot kohrave të saktuar, thush, mire e këshim pasë, po nëse këmë ditë, mire e këshim pasë. Ndaj edhe, për shumë fraksionet saktuara, kur djetarët tonë, me ndjedritur, lërë pamës, kanë tërheqë vrejtë, kanë kujdes nga se me këta zbashkohemi, nuk mundemi u bashku. Disa tentonin, jo se ju s'pëshet një largë, na jemi vizionar, me ta më pa, a kështë më radhë. Mas 30 vjetë e përpjekje, 30 vjetë e përpjekje, 40 vjetë përpjekje, a kuptan? Edhe këta nga djetarët. Kanë thonë, mire këshim pas, s'po bëjke me ta. A kuptan? Shkojnë ka një do vjetë që shtot, shkojnë do kohra. Ndaj të vëzër, duhet me ditë ku më pëzënu. Që ka Allah thot, vjen një ko i shek këto, që ka thot, Rabbi leula e khartëni, o Allah, këthem edhe njëherë. A i në hirat atje, këthem edhe njëherë. Veç do dit. Ti në reqë do punë. Ska më. Pa e dhe vëzër, Allahu Gjallawala thot, Ulen ju ekhir Allahu nefsen idha gja e gjeluha, Wallahu khabirën bima ta amelun. Allahu nuk e këthën asë këmo, ka marë fund, e Allahu e dinë mësë mirë qëfar këni bujo. Përndaj të vëzër, disa pendime të vënuara, disa keqardje të vënuara, janë veç keqardje, kur gjës mund përmirësojnë ato. Për në heret asesi, po dhe në dunja ka disa keqardje të vënuara. Kur t'i banë do vjetë, një është keq, për ato kohëra kër i konë me i ri, kër ke pas mundësia, kështë më radhë, apo, keqardje, në këtë periudhë të kohës, apo, është veç keqardje, kur që më shumë. Por nësë është të sinqert, atë që ka mbet njëri e shtydzon, ka që ka mundësim. Po për të kaluar, në veç keqardje është. Sare kemi pësu, e kemi shkaktu probleme kur s'kemi ndëgju djetarët, e pas taj kemi thonë, mas so viteve, nuk pas ka dash me i rakë se i rrugë, pra për të veç keqardhja.
Sa njëri kemi akuzu se kuptojnë fejnë, nuk po din, nuk janë larg pamës, nuk janë të guxim shumë. E mas 30 vjetën është a dikun zbulun do qëndrime ty në thush. Ja, se pas në ditë, kom gabu apën. Nuk dijet apën. Pra e të vëzër, kush mund në mirë, le të bë mirë apën. Na shumë tash edhe këtë në gjarën e fundit që pëndodhë në Palestinë, në Gaza. Allah ju një moftë, Allah ju shliroftë, ju letësoftë, këto vujtje, këto probleme që po kalojnë, apo. Shumë trimat të rrjeteve sociale të Facebookut, apo, që flasin fjalë që tek e fundit fjalët e tyre nuk shojnë peshëm ato. S'në me rëndësi ato. Apo, madje disa kanë qef që ata me folë, apo, për të provoku disa të heshtur që dikush po pret çka po thojnë ato. Apo kuptoni? Disa njerëzve nuk ju bën përshtypje muhabeti nimi tjerëve ato. Sa i bën përshtypje muhabeti një 10 tjerëve ato. Apo, që ata kur të folin çka po thojnë ato. E lejojnë që këta nimi me u presion me këta 10 tjera, po këta 10 tjerë me konë shumë të matër, shumë stabil, mos më udhëheq nga turmat, por nga dia dhe nga pjekuria dhe nga urtësia. Do t'jemi të kujdesshëm. Kuptim të asaj që na mundson që të vazhdojmë na me punën tona. Nuk është fundi i botës ajo që ka ndodhur atje. A është ashtu? Nuk është çështja që këtë është përmbyllet, këtë mshëli me dyqane me çaka, se dunia e marrë. Jo, asnjë. Nuk ka ashtu. Ata janë sfruar me këtë që 50 herë ato. Ta që 60 vjet janë çto vujtje. Ata janë të rregjën mësuar. Po kjo nuk do të thonë se është normal, larg asaj kjo është. Larg asaj çdo gjak që derdh është problem. Po dua të them që duhesh me funksionu mbi bazën e prioriteteve tua, punëve tua. Aja që na mbet është duaja. Lutim Allahun te barekalla. Nëse je sinqert për çështën e tyre, çau natën. E jo me shkuditën apo. Apo çau natën. Kjo është më rëndësi. Çau natën. Prishë gjumin për ta. Lut Allahun te barekalla. Ama natën kërhat e flaj apo e sabon falem asilin dilli. E alë po këfil mirë. Një 4-5 preshtë e rafal dhe o gjallarve, po shukatës po gëzën me folë, këta s'na bujnë përshtypja. Jo, vëllah, asë në të asë në ngushtojnë, sinqeresht. Edhe duha them që, të në lëzër, jemi të kujdesshëm. Mos t'jemi viktima të nëzitimeve të ngutive, që pastaj pendojmë pendim dëvënuar, që nuk mbetet të pas keqardhjes, kur që më shumë, por keqardhja që ka pas pasoj, Allah në rujtë. E që mund t'jam përdo përresi për Allah të madhë. Kërë që Allah o thotë, kujdesuni, hapni sytë, shifni realitetet që shduhet, rrini ku duhet, pësëni, bëni punë të juaja, ktheuni familjeve, funksionizoni familjen në dobi të çështjeve madhore, që kjo duhet ty. E për në lëzër, sinqerisht po thamë është për keqardhja, se qysh po na manipulon shejtani nga njëre me emocione e me punë caktuara, duke na zhvendosur nga prioritetet, nga punë madhore në punë tjera që as nuk i bëjmë herë vetvetes, as nuk i bëjmë herë dikujt tjetër. Bënu i dobishëm aty ku mund të keni dobishëm. E mas shumë ti mund të keni dobishëm në familjen tonë, në shoqërinë në vendin tonë. Çaty i dobishëm, çaty të predvani apo. Tani do është Allah me kon dietare, me kon i pasë që të kuft, harin dunjoja ta poft. Apo? Po, një herë që aty në bërë të shpisë tonë, që aty njëre thmija jetë pas pare, tani të utjem. Që kjo është realiteti, tjetë jenë mashtrime, jenë manipulime, jenë eufori dhe emocione që këne mu pendu, po mund tjetë evanuar. E Allah në arrujt me u pendu në konkur, edhe keqarë s'krymë punë, se lebo në diqka tjetër. Kur delë për Allah të manuar, e shese sa ke hup, e kur e shese sa kuha ka shku, duke mo me qështjet që kur gjëti s'ke qenë ato, absolutisht kur gjëti s'ke qenë. Nuk e në anash ato pozicione, ato pun ku je dikushi, e mund me bo shumë.